نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Falënderoj Allahun Azza wa Jall, salavatet dhe selamet e përzemërt e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që e kanë pasur dhe që pasojnë rrugën e tij gjatë në ditën e gjykimit. Emri Allahut Azza wa Jall Ad-Dar, ai i cili e krijoi dëmin dhe ai i cili bën dëm. Para se të shpjegojmë këtë emër, patjetër e kemi ta rikujtojmë një rregull që ka të bëjë me emrat e Allahut Azza wa Jall, dhe ajo është emrat Allahut Azza wa Jall janë emra për shoqëmërie dhe lavdrim plot. Sipas këtij rregullit, nuk mund ta quajmë Allahun Azza wa Jall Ad-Dar, veç mos me këtë emër, por patjetër e kemi t'ia bashkangjitim edhe emrin e Nafi'. Ad-Darun Nafi'. Po ashtu duhet të theksohet se emri Ad-Dar në këtë formë nuk është cekur në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, por është marrë si veprim, është marrë si veprim brenda fuqisë dhe drejtësisë Allahut Azza wa Jall. Ku në Kur'anin Azimushan Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu thot: "Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu." E nëse Allahu Jalla Shanuhu të godet me ndonjë dëm, nuk ka askush kush mund ta largon atë dëm përveç se Allahu Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Kur jemi të dëmi, tu ka të bëjmë me dëme për çështje të kësaj bote, po ashtu kemi dëme edhe çështje fetare. Dëmet e kësaj bote janë si për shembull sëmundjet, varfëria, humbja. Po ashtu kemi edhe dëme të çështjeve fetare, siç është ngurtësimi i zemrës, po ashtu privim nga suksesi e kështu me radhë. Por duhet të dihet mirë e gjithë kjo ndodh për shkak drejtësisë Allahut Azza wa Jall, për shkak urtësisë që ngërthen veti kjo, dhe për shkak sprovës që jep Allahu Azza wa Jall. Po ashtu ndodh për ta ngrit Allahu Azza wa Jall robin në grada më të larta. Duhet të marrim disa mësime nga ky emër i Allahut Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Mësimi i parë është dorëzim i plot në fatkeqësitë ose në ndodhi që ndodhin në këtë botë. Kur të ndodh diçka nga ana e Allahut Azza wa Jall, duhet ta kuptosh se nuk ka hikje nga ajo. Askush nuk mund ta pengojë atë, por në të njëjtën kohë duhet ta kuptosh se ndoshta ngërthen vetë ajo ndonjë dobi, ndonjë mirësi. Kemi shumë shembuj kohën e sotit sa njerëz kanë bërë aksident, por pas aksidentit ka fillu të përmirësohet sjellja e tij, raport me familjen, raport me vetveten e vete, i ka braktis disa mëkate që i ka pas rutinë, siç është bigjozi, alkooli e kështu me radhë. Aksidenti ka ndodhur dëmi, pas dëmit është përmirësuar gjendja e tij. Po ashtu kemi një rast konkret ku personi ka qenë i pasur dhe është varfruar, dhe pas një kohë kur jemi takuar thot elhamdulillah që Zoti më varfroi. Pse? Sepse kur isha i pasur, kisha raporte jo të mira me bashkëshortën, kisha raporte jo të mira me fëmijët, me prindërit e mi. Por tash pas që u varfrova, më bëri një çfarë dëmi Allahu Jalla Shanuhu, i përmirësova raportet, gjithë familja të bohemi, kemi formuar një ngrohtësi familjare, një harmoni familjare, që kjo harmoni nuk paguhet as me are. Dobi e di që e përfitojmë nga ky emër të nderuar të shikues është mbështetja e plot në Allahun Jalla Shanuhu wa Jalla Jalaluhu. Kur e din se dëmi vjen nga ana e Allahut Azza wa Jall, nuk ke frikë nga krijesat. Kur e din se dobia vjen nga ana e Allahut Azza wa Jall, nuk ke shpresë nga krijesat e Allahut Azza wa Jall. Kështu ishte Ibrahim alayhis salatu wassalam, e hudhën në zjarm dhe erdhi Xhabraili alayhis salatu wassalam e pyeti: "A ke ndonjë nevojë?" Ju përgjigj: "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil." Më mjafton Allahu dhe ai është ndihmëtari më i mirë. Pse? Sepse Allahu e krijoi dëmin, e krijoi zjarmin.
Dhe për shkak kësaj mbështetje Allahu e bëri të freskët zjarmin e Ibrahimit alayhis salam. Po ashtu një shembull nga shokët e Muhamedit alayhis salam, kur e gjithë arabët u tubuan ta dëmtojnë, ta luftojnë Medinën, Muhamedit alayhis salam dhe shokët e tij erdhën disa munafik dhe filluan të bëjnë luftë psikologjike ndaj shokëve të Muhamedit alayhis salam, duke i thënë inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Njerëzit janë tubu, arabët do t'ju luftojnë, keni frikë. Fazadahum imanan, ato e dishin se dëmi nuk vjen para se me lejen e Allahut azza wa jall, dhe u shtua besimi dhe tha një fjalë, hasbunallahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu dhe ai është ndihmëtar më i mirë. Dhe më në fund vllai i dashur musliman, duke u frymzuar nga ky emër i Allahut azza wa jall, mos u frikso, mos i ndrysho parimet e tuaja për shkak dëmit të njerëzve, sepse dëmi vjen nga ana e Allahut azza wa jall. Mos i ndrysho parimet e tuaja për shkak ndonjë postit, ose për shkak ndonjë dobie materiale, por dije mirë se e mira dhe e keqja, dëmi dhe dobia janë nga ana e Allahut azza wa jall. Dhe më në fund bëjmë një lutje në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, e bëjmë një lutje profetike ku pejgamberi alayhis salam ka bërë një lutje në lidhje me këtë emër ku thot Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'ti'a lima mana'ta wala darra lima nafa'ta wala nafi'a lima dararta. O Zot, nuk atë që ti e jep nuk ka kush e pengon. Atë që ti e pengon nuk ka kush e jep. Ati që ti i bën dëm nuk ka kush i ndihmon, dhe ati që ti i ndihmon nuk ka kush i bën dëm. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.